Përmirësimi i cilësisë së ajrit është një nga sfidat më të vështira që Shqipëria duhet të përmbushë në negociatat me Bashkimin Evropian. Të dhënat tregojnë se në 2025 niveli mesatar i grimcave të dëmshme në vendin tonë është 12.6 mikrogram për metër kub, duke tejkaluar standardin e vendosur nga BE prej 10 mikrogramësh për metër kub, apo edhe standardin e OBSH-s prej 5 mikrogramësh për metër kub. Është një kapitull ku janë kërkuar periudha tranzitore. Sapo kemi filluar bashkëpunimi me Bankën Botërore në mënyrë që të financojmë një projekt të plot për paketën e cilësisë së ajrit. Kemi 2 qytete kryesore që janë më problematike në Shqipëri, që është Tirana për shkak të 3 elementeve, që është transporti, ndërtimi, por edhe rritja urbane e qytetit, dhe kemi qytetin e Korçës, i cili përgjatë muajve të dimrit, për shkak edhe të historikut të ngrohjes me dru zjarri, sjell që të ketë një problematik të shtuar të cilësisë së ajrit. Her pas here banorët në qytete të ndryshme të Shqipërisë përballen me një ndotje masive të ajrit, edhe për shkak të zjarreve që djegin landfillet, si në rastin e Bushatit, Elbasanit dhe atë të Vlorës. Është fenomeni kimik i gazit metan, që kryesisht del për shkak të dekompozimit të mbetjeve në këto landfille, her pas here për shkak edhe të degradimit të një pjese të këtyre infrastrukturave, krijojnë që të krijohen këto lloj gazesh. Ministria e Mjedisit është duke punuar për një plan masash në mënyrë që gjatë sezonit të verës, kur edhe temperaturat rriten, ne të mundet të kemi një reagim të shpejt, që të mos kemi problematika si që ndodhi me zjarrin në landfillin e Elbasanit, që duhet ta them ajo ndodhi dhe për shkak të mbi ngopjes. Ministri i Mjedisit gjatë konferencës me gazetarët u ndal edhe te pastrimi i vijës bregdetare, duke deklaruar se gjatë sezonit veror frekuenca e pastrimit të plazheve do të jetë e dyfishuar. Por ai kërkoi edhe ndërgjegjësimin e pushuesve që të tregohen të kujdesshëm dhe të mos lënë të ndotur ambientin.